Ekspertët thonë se vendimi për shpërbërjen e kuvendit I marrë në 18 janar mund të ndryshojë vetëm nëse ka vullnet politik. Sipas tyre koha për të vepruar është shumë e shkurtër. Këtu janë dy mundësi, pra ose kuvendi pra mblidhet dhe anullon vendimin cilën e ka sjell paraprakisht me qëllim të vazhdimit të zgjedhjeve parlamentare, për cilën pra kërkohet vullnet politik nga liderët politik dhe kuptohet ajo shkon me inicimin e vetë deputetëve. Dhe e dyta, nëse mund të ndodhë me mosveprim që sonte ora 24, nëse nuk thirret seancë e kuvendit, atëherë kuvendi llogaritet I shpërbërë dhe kryetari I kuvendit njofton Komisionin Shtetëror Zgjedhor, përkatësisht kryetarin e Komisionit Shtetëror Zgjedhor për fillimin e përgatitjeve për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sipas Zenelit, në raste të këtilla të jashtëzakonshme nuk ka rëndësi numri I deputetëve që ngren nismën. Ndërkohë profesori tjetër Zemri Elezi është I mendimit se vendimi I ri duhet të merret në rrethana të jashtëzakonshme për shkak se sipas tij e tillë është edhe situata. Kush ka të drejtë ta ftoj seancën parlamentare me kushtetutë është e caktuar me saktësisht se e drejta e konvokimit të seancave parlamentare I takon ekskluzivisht kryetarit të parlamentit. Pra kryetari I parlamentit e ka të drejtë ta konvokojë seancën e parlamentit. Në rastin konkret, në rast se kryetari I parlamentit nuk e konvokon seancën e parlamentit, atëherë u jepet e drejta që përsëri deputetët që ato të cilët kanë autorizimet edhe kushtetuese edhe legjitime nga populli të zgjedhur që të mblidhen dhe të futen në parlament, dhe në rast se në parlament ka kvorum pune, janë mbetepër se 62 deputet, në rastin konkret shumica është me 62, me qenë se janë 123 deputet I përgjithshëm. Ndërkohë Elezi thotë se vetë vendimi për shpërbërjen e kuvendit me afat të caktuar ishte vendim jo kushtetues.